Scusa, mulo pak. Ese pak alı. Të lutem hajde pak. Pas podcast. Bravo. Përshëndetje të gjithëve. Sì, è una zona agricola, intera agricola. Të nderuar banorë të Kutallis, Urës Vajgurore, Dimalit, Kuçovës, Beratit, Poliçanit, Skarparit, të nderuar fermerë që keni ardhur këtu takoni doktor Berishën. Ti urojmë gjithë bashku mirëseardhjen doktor Berishës me një duar tokitje. Kemi kënaqësinë të kemi dhe zonjën Erika Maceti, eurodeputete e Forca Italias, komisionere në Parlamentin Italian për punët publike, mikeshe Partisë Demokratike që ka ardhur të na mbështesin këtë fushatën tonë dhe në fitoren tonë 11 maj. Ky është një takim i kërkuar nga fermerët e zonës Beratit, doktor Berisha. Zona më pjellore e Shqipërisë, nga fermerë njerëz ndershëm, që me djersën e tyre, me mundin e tyre, kanë ngritur të ardhmen e tyre në këtë vend. Dhe nuk duan të largohen nga ky vend, duan të punojnë me ndershmëri, pavarësisht se 12 vite është për gjithë shka që ata të braktisin vendin e tyre. Pavarësisht se sektori që ata përfaqësojnë është sektori më i persekutuar në ekonominë shqiptare, që jep 20% prodhimit brendshëm bruto dhe merr 0.1% mbështetja. Ne kemi programin më të mirë. Ne kemi programin më të mirë për fermerët dhe bujqësinë shqiptare. Ky bashkëbisedim do zhvillohet pikërisht në këtë dritë. Pa humbur kohë, do t'ja kaloj fjalën kryetarit Partisë Demokratike, liderit opozitës, profesor doktor Sali Berishës. Të dashur fermerë, të Kutallis,
Urës, Dimalit, Kuçovës, Beratit dhe mbar Shqipërisë. Ju përshëndes përzemërsisht dhe ju falenderoj shumë për këtë takim, për praninë tuaj në këtë takim. Unë dua gjithashtu të përshëndes sot këtu para jush mikeshën e shquar të Partisë Demokratike Timën dhe Shqipërisë, deputeten në Parlamentin Italian, zonjën Erika Maseti, e cila ndodhet këtu sot dhe këto 2 ditë ka ardhur për të mbështetur opozitën shqiptare në këtë fushat elektorale si dëshmi e lidhjeve të ngushta miqësore që bashkojnë Partinë Demokratike me Partinë Forca Italia, që në kohën e presidentit të pavdekshëm, mikut të madh të shqiptarëve, italianit të madh Silvio Berlusconi. I dashur Eno, drejtues politik i qarkut të Beratit, i dashur Gjok, drejtues i departamentit të bujqësisë në Partinë Demokratike, të dashur kryetar të Partisë Demokratike të Degëve të këtij qarku, të nderuar dhe dashur kandidat për deputet të Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë madhështore, të pranishëm në këtë takim që jeni krenaria e koalicionit opozitar, krenaria e popullit opozitar dhe shqiptarëve, nesër deputet në Parlamentin e vendit. Unë vi sot të kju për të parashtruar programin tonë, me të cilin duhet të garantojnë çdo fermer të Kutallisë, të Beratit dhe të mbar Shqipërisë se ky program ka si qëllim më kryesor suksesin dhe rritjen e mirëqenjes të fermerëve shqiptarë, të cilët ndërtojnë jetën e tyre me lumej djerse, mundi dhe sakrifica. Ju garantoj se do bëjmë gjithçka që kjo djersë, ky mund, to sakrifica të japin më shumë për ju dhe familjet tuaja dhe për vendin. Ky është qëllimi i programit tonë. Ne konsiderojmë diskriminimin që u bë ju këto 12 vite një diskriminim të pafalshëm. Fermerët, mjafton t'u them një shifër këtu. Në qoftë se fermerin në Maqedoni, fermerin në Kosovë, në Maltëzi dhe në Serbi, merë sot 5 herë më shumë se ju subvencione, ky është një diskriminim dhe ndëshkim për ju. Po pse është ndëshkim për ju? Sepse hapja e tregut ju bën të pamundur ju të konkuroni me ata që subvencionohen 5 herë më shumë se ju. Cili është? Shpesh nofta më keni ndëgjuar të them se në këtë program akti i parë që do bëjmë ne do ja u kthejmë parat qytetarëve. Dhe kjo nuk është një slogan, ja u jap ju them me sinqeritetin më të madh.
Ky është një realitet, po pse mos zotëri? Nga 380.000 fermer, shteti merr taksën e vlerës shtuar në çdo blerje që ata bëjnë. Paguaj 20%. Në 380.000 fermer që japin 19% të prodhimit të brendshëm të vendit, që punsojnë rreth 500.000 shqiptar, buxheti i shtetit, miq të dashur, ka lënë këtë vit për fermerin, pa llogaritur ato të administraci marrën rroga, 32 milion euro. Shuma më qesharake, më e turpshme, 32 milion euro, subvencion për të gjitha për ju. Në një kohë kur Maqedonia e ka 220 milion euro, Kosova e ka 4-5 herë më të madhë se sa ne, Serbia 7-8 herë më të lartë. Çfarë do bëjmë ne? Ne do kthejmë parat, mos zotëri, se parat i marrim nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion, me të cilat do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani, çdo njësi prodhimi që të bëni. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Dhe jo vetëm kaq. Pensionet të fshat, 100 ditë të para, fshati shqiptar nuk do ketë pension ndën 200 euro. Vit pavarësisht çfarë pensioni është, i plot apo i pjesëshëm apo ku ta di unë, ai nuk mund të jetë më ndën 200 euro. Përveç kësaj, fshati do ketë kartën e konsumatorit me të cilin do të rikthehen të vëshëja një seri produktës që ai blen. Do hiqet çdo kriter se ke një lop apo ke 10 lop. 1 apo 10 do shpërblesh për kokë. Ai që ka 1 do subvencionohet për 1, ai që ka 10. Do hiqet kriteri për hektar. Ai që ka 1 dynym do subvencionohet për 1 dynym. Ai që ka 10 hektar do subvencionohet për 10 hektar. Ne ju garantoj që ne do bëjmë një mbështetje shumë të fuqishme për fshatin, sepse potenciali i fshatit është shumë i madh për prodhimin dhe vullneti i fermerëve është i hekur për të prodhuar. Ne do mbrojmë prodhimet tuaja. Ballkani hapur hudhet në kosht plera javën e parë. Nuk ekziston. Çfarë ndodhi miq? Çfarë drame e madhe? Myzeqeja arriti në 35.000 kokë lop race. Edhe po mirë të profilin e qumshit dhe të lops. Hapen kufirin për prodhimet e Shumadis, futen ligjin në parlament për të hequr taksen për qumshtin pluhur dhe shtuan që rriten çmimet e inputeve bujqësore, dengu i barit shkoj më shtret se litra qumshtit dhe fermerët u detyruan të therin lop të racë që ishin fabrikat vogla qumshti në vetvete. Merr fund kjo.
ju garantoj ju se ne qumshtin plur do të avem taksën atje ku e meriton dhe do jetë qumshti juaj që do preferohet dhe do shitet në tregun shqiptar dhe gjithë prodhimet tyre. Ju keni probleme të mëdha me grumullimin dhe ka padrejtësi të mëdha. Tani, grumulluesve, unë u them këtu, që ne i mbështesim, ne jemi të gatshëm t'i kreditojmë me kredit buta dhe me lehtësira të tjera, por çmimet nuk mund t'jenë monopol, nuk mund t'jenë çmimet që të vrasin prodhimin. Ja. Ka një praktik, e ajo praktik në raportin midis fermerit dhe grumulluesit ekziston një praktik. Ose ai raport zgjidhet me një bord të përbashkët, grumullues dhe fermer, të cilët bien dakord me çmimet e grumullimit, duke llogaritur kosto dhe çdo gjë, ose pastaj qeti do të detyrohet të krijojë bordin e tij dhe nuk mund të pranojnë që të trajtohi ju nga grumbulluesit si indiant nga Kristofor Kolombi, që u qote copa pas qyra shë u mirë të Flori. Kjo nuk ndodhë më. Jo. Nuk ndodhë më. E diu, shkone atje të trek lushtjes. Se si shytet, me dajak diktojnë çmimet. Merë fun ajo. Merë fun. Çmimi do përcaktohet nga bordet përbashkëta, ose pastaj do merren praktika tjera dhe nuk mund të trajtohen fermerët që krijojnë prodhimin me djersa ashtu në mënyrë të tillë si trajtohen sot. Merë fun ju a fjalën këtu. Së dyti, grumulluesit nuk ju paguajnë faturat në mjaft raste. Keni respektin më të madh për grumulluesit, por ata do të detyrohen të marrin licencën kur të kenë bërë sigurimin në një kompani sigurimi. Çfarë do thot kjo? Çfarë do thot kjo? Kjo do thot don grumulluesi, kompania e sigurimit do paguajë çdo faturë të pa paguar nga grumulluesi. E ka Maqedonia. Nuk po shpikim, asgjë s'po shpikim. Jo, e ka vendi fqi. Shkona i merë në kompaninë sigurimit. Të të japish ati lek, sepse ai shiti prodhimin, ai do prodhoj përsëri. Nuk mund të krijohet ky zinxhir. E kemi deklaruar të vëshëja simetrike javën e parë dhe të vëshërën e përfitoni ju dhe jo grosistët. Nafta për të gjithë popullatën, së pari do ulet çmimi për gjithë popullatën, sepse sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që të merr kaq shumë për naftën, sa që merr qeveria e Edi Ramës. Jo. Ne do të vendosim atë barë fiskale mbi naftën që ka Kosova dhe Maqedonia. Imagjinoni ku jemi edhe. Tani duhet marrim shembull nga vendet përreth, sepse këtu është bërë, mos e pyet si është bërë. Pra do vendosim atë ngarkesë fiskale që kanë ata. Prandaj ata e kanë naftën 40% më lirë se Shqipëria, 50% më lirë. Pastaj nafta fermerëve do të ushitet me koston e saj. Aq sa ja u jep Edi Rama, keni marrë vesh ju, miliardierët vinë dhe marrin në port 1 miliard litra me jahtin e tyre dhe shtrojnë një drek për kryeministrin.
janë të mirë se ardhur, pa ajo nërpritet. Ato miliona litra dhe o japim bujqve fermerëve tane. Po. Do ndalohet importi i inputeve bujqësore që nuk shiten në Bashkimin Evropian. Dhe çdo import i tillë do shpallet krim i rënd. Nuk ka pse të vinë pesticid dhe insekticid kancerogjen dhe t'ja u prishin prodhimet ju. Këto i bën mafja, nuk i bëjnë tregtar të ndershëm. Dhe i pari që do të kapet duke sjell inpute që nuk shiten në 2 vende anëtarë të Bashkimit Evropian, absolutisht do dënohet për krim të rënd në Shqipëri. Të dashur miq, ju jeni dëshmitar që ne në 2006-2013 investuam shumë në infrastrukturën e fshatrave dhe sigurisht nuk e kompletuam atë, por ne kishim një zotim dhe një parim dhe e kemi përsëri. Çdo fshat duhet të ketë infrastrukturën e lagjeve të qytetit. Çfarë duhet të them me këtë? Çfarë duhet të them unë me këtë? Duhet ketë rrugët, furnizimin me ujë, kanalizimet, furnizimin me energji, shkollën dhe qendrën shtetësore. Ne ecëm fort në këtë drejtim. Ne në ato vite rindërtuam ose ndërtuam mbi 8.800 kilometra rrugë në fshatra në zonat rurale, mbetën dhe 3-4.000 të tjera, edhe ato do i plotësojmë dhe nuk do ketë fshat pa rrugë të njëjta me lagjet e qyteteve. Miq, e ndëgjuhet besoj që shqiptarët, njeriu që premtoi shtetësi falas, e shkatroi sistemin dhe sot ju paguani për shtetin tuaj, familjarëve tuaj 3 ose 4 herë më shumë se çdo popull tjetër antar i Bashkimit Evropian. Shqiptar, statistika e fundit e Institutit Statistikave tregon se shqiptarët paguajnë në vit 820 milion për ilaçe, analiza, kujdes shtetësor. Shqiptarët në vit buk si buk, jo ushqime në tërësi, shpenzojnë 220 milion euro. Pra, për ilaçe sot në Shqipëri shpenzohet 4 herë më shumë. Cili është zotimi ynë për ju? Zotimi ynë për ju është ky. Së pari, lista e banave të rimbursueshme që do paguhen nga shteti 100%, do t'jetë lista që paguhen sot qeveria italiane për qytetarët italianë. Ky është premtimi ynë. Ky është premtimi ynë për qytetarët shqiptarë. Do të dyfishojmë buxhetin për shtetësinë, sikur do dyfishojmë për bujqësinë. Do zhdukim. Sot kujdesi shtetësor në një farë mënyre për fatin më të keq është në një raport apo është vendosur në kontroll dhe mafjes. Çfarë ndodh? Çfarë ndodh sot? Shkoni smuri me urgjencë në spital publik. Edhe ky rast është konkret. I ka ndodhur një
bashkëpunëtori tim. Ju blokua arteria e qafës. Shkoj në spital publik, ja diagnostikuan, i thanë ke blokim. Mirë pa jo të dëmton trurin, shumë. Tani i thanë, për ta hequr, nuk ta heqim, ne do shkoj në spital privat. Shkoj në spital privat, pagoj 2-3.000 euro. Kjo i ndodhë çdo shqiptari. Në një kohë kur spitali publik ka të gjitha mjetet, atje ndahen parat. Kjo më rëfum. Ky sistemi degraduar shtetësor do të ndërshkohet. Dhe unë ju garantoj se ju do të keni sistem shtetësor që meritoni. Dhe se parat që do paguani do t'jenë sigurimet shoqërore, sigurimet shtetësore që janë të detyrueshme për gjithë qytetarët në Europë dhe në botë, kurse tjera do paguaj çdo gjë shteti për ju. Kështu që edhe këtu ne shënojmë një ndryshim të madh. Për fëmijët tuaj, shkollat do modernizohen. I siguroj mësuesit se nuk do ketë shkurtime në numrin e mësuesve. Jo. Ajo që do ndodh, do ketë zvoglime të numrit të nxënësve në klasa. Nuk do ketë klasa me 32 nxënës, klasa do zbresin me 20 nxënës, 25 nxënës. Mësuesit do ketë rrogën 1.500 euro minimumi. Pra, nuk do ketë mesatare për shkuar në universitet për gjimnazistët. Pas marrimit të universitetit, qeveria do të subvencionoj, do të paguaj sigurimet shoqërore për ata që marrin në punë të rit. Sikundër do garantoj grante. Pra, miq, ky është programi ynë, që krijon një mundësi të re për çdo qytetar dhe u kthen parat atyre. Mund të flas 2 ditë rresht pa ndërprerje për vjedhjet dhe abuzimet e Edi Ramës dhe ministrave të tij, që shkojnë në shkallën më ekstreme. Po kthehem nga një kongres, po ja u thash dhe mram qytetarëve, kur unë u tregoja se për djegësin e Tiranës janë dhënë 130 milion euro dhe djegësi nuk ekziston prej 6 vitesh as një tull. Ju them të vërtetën, ata që më dëgjonin nuk e besonin. Dhe detyrohesha t'ja u ktheja 2 dhe 3 herë dhe t'u shpjegoja sa ai nuk ekziston. Po ja që ndodh në Shqipëri, ndodh që s'ndodh askund në botë. Ndaj dhe 11 maj është një ditë të ndahemi me këtë të keqe të madhe. Është një ditë të votojmë për veten tonë. Ne do vazhdojmë subvencionet tona për çdo fidan, si të thash. Ne patëm projekt në ullirit të arrorve dhe u siguroj se nuk do mbetet kodër pa u mbjell me ulli, lajthi ose vreshta në gjithë Shqipërinë. Shqipëria mund t'jetë vendi i prodhimit të frutave më të mrekullueshme dhe në sasirat më të mëdha. Është një kopsht natyror i vërtet, por ne sigurisht do të subvencionojmë dhe bimtë arave dhe të gjitha llojet e prodhimeve. Banka e zhvillimit do ketë një sektor të veçantë për bujqësinë dhe do shlirojmë nga këto mikrokredit, se dhe këto me interesat e larta ju sjellin shumë të lashe ju. Ne do garantojmë për ju kredit buta nga Banka e Zhvillimit. Pastaj ju do ndërtoni jetën tuaj, të rinjt do punojnë, fermat do të ecin dhe Shqipëria do bëhet më e kamur, më e pasur dhe ju më të pasur. Faleminderit.
Votar numrin! Votar numrin! Fitore! Grazie a tutti e buona giornata a tutti. Grazie di essere così tanti per una grande persona come è Berisha. Avete la fortuna di avere una bella terra, siete delle belle persone perché noi italiani sappiamo quanto valete, vi abbiamo presi a braccia aperte e voi avete dato tanto al nostro paese, siamo orgogliosi di essere amici. C'è una profonda amicizia fra l'Italia e l'Albania, e questa amicizia deve essere ancora più rafforzata e lo possiamo fare solo con il primo ministro Berisha. E questo ora sta a tutti voi, spetta a voi, domenica 11 andare a votare, portare persone a votare per cambiare il vostro destino. Possiamo fare tante cose fra il Parlamento italiano e il Parlamento albanese, ma dobbiamo collaborare e cooperare con una persona come Berisha che conosce l'economia, il territorio, l'agricoltura e le infrastrutture, la sanità, la scuola di questa bellissima nazione. L'Italia non va mai abbandonato e mai vi abbandonerà e anche questa volta sono certa che faremo grandi cose insieme. Il governo italiano di centrodestra sta puntando molto su tutti i paesi vicini, amici e soprattutto per lavorare insieme perché il lavoro dà dignità e noi vogliamo rendere dignità a tutti i cittadini europei e vicini a noi. E noi vi aspettiamo nella grande famiglia del Partito Popolare Europeo, lì dove facciamo le cose insieme, possiamo costruire un futuro insieme e possiamo avere tutti un mondo migliore perché noi vogliamo il benessere di tutti, la dignità di tutti e che tutti lavorino e possano guadagnare bene. E anche la salute è importante, la salute per tutti i cittadini. Vedo tantissime bambine e bambini che hanno il diritto di crescere in un paese sicuro, un paese con una sanità certa, una scuola certa, una giustizia certa, perché gli imprenditori devono tornare a investire in questa bellissima terra e voi potete lavorare insieme, per cui mi raccomando, andate tutti a votare domenica 11 maggio, ma convincete amici, parenti, conoscenti, perché oggi il destino dell'Albania è nelle vostre mani. Con il voto potete cambiare questa nazione. E io tornerò qua con voi a festeggiare e a fare un programma insieme Italia-Albania, come ai tempi di Silvio Berlusconi. Grazie. Faleminderit. Siç e tham dhe në hyrje të takimit, ky është një bashkëbisedim i doktor Berishës me fermerët e zonës për çështje që kanë lidhje me programin e Partisë Demokratike në ndihmë të fermës, të bujqësisë dhe të zhvillimit të tyre. Ju lutem, kush e do fjalën, pyetje, komente, ndonjë gjë që duhet sqaruar, ta mbajmë sa më shkurt, të japim mundësi që të gjithëve që të
të flasin edhe të bëjmë pyetje për këtë program. Zë Salim Misere dhe në zonë tonë. Faleminderit. Jam i demokratin zjarë që kam vite që votoj Partinë Demokratike. Si kryetar këshilli është çdo gjë. Për votat. Për bujësinë, keni idenë që po ndodh për momentin në fshatin tonë? Në fshatat përreth? E keni idenë? Një pyetje, kaq thjesht. Urdhoni. Një pyetje thjesht, e keni idenë që po ndodh në fshatin tonë, në fshatet këtu përreth për bujësinë? Konkretisht, Do falni pak, ha? për bujësinë në tërësi, e thash që në fillim, Nuk isha që falni. është e diskriminuar totalisht, e injoruar për të mos thënë ndëshkuar, se një qeveri që vendos taks asimetrike është qeveri armiqësore ndaj fermerëve. Që në këtë moment ka vetëm këtë. Të vendosish taksën asimetrike, i thua grumbulluesit, merr prodhimet e importit dhe rea u kthyer prodhimet në fush. Nuk e bën asnjë qeveri në Europë. Nuk hap asnjë qeveri në Europë. Kufirin, siç e hapi ky me Ballkanin e hapur. Asnjë qeveri nuk heq taksën mbi qumshtin pluhur në mënyrë që të shterrojë qumshtin e lops. Pra, u dhash disa, pastaj fola për buxhetin. Buxheti për bujësinë është 1/5 e atij që duhet të jetë. Këto janë sigurisht pasoja në çdo vend, ndryshojnë sipas vendeve. Por këto janë në një mënyrë ose një tjetër janë me pasoja shumë të rënda për fermerët dhe për falimentimin e fermave. Këto sjellin falimentimin e fermave. E kuptova shumë mirë përgjigjen tuaj, por në këtë moment ne si fermerë të gjithë këtu, se shumë nga këta mund të jenë 90%, 95% janë demokrat. 1% që mund të jenë socialist. Mund të votojnë votat e tjera, pak rëndësi ka. Po 95% i ke demokratu, dhe unë personalisht kam qenë dhe kryetar këshilli për votime dhe çdo gjë. Ashu. Sot unë po e shes domaten nën kosta. Ashu. Tashti, që unë t'u them fëmijëve të mi, jetoni këtu në Shqipëri, sepse këtu do ketë një të ardhme të shumë të bukur. Dhe fëmija im nesër më thot, ti baba më premtovi një të ardhme. Ku është kjo ardhmja? Me çfarë mund t'ja vun atë ardhme aty kur sot domatja është 700 lekë domatja, kile domatës, kilogrami domatës. Kur? Do më falni pak. Se shumë mund të flasin këtu, por flasim një realitet. Ndërkohë, plerat kimikate janë në kulmit. Se bëhen shumë mediatike pesticide. O përdoren pesticide në Evropë, nuk përdoren në Ballkan. Nuk ka shans këtu dhe ne. Bëhet domatja për 4-5 ditë e kuqe, nuk përdoren. Ashu. Bëhet mediatike dhe na nxjerrin namin e keq. Ne në Evropë për pesticidet. Një zotëri këtu të ne para pak kohësh ka hyrë në burg për gjëra të kota. Pa arsye. Pse? Se ishte demokrati zjarr. Dhe ai zotëria që është i gjatë atje e ka futur vetëm se kaloi 11 maj. Se është i sigurt ai do dali, sepse të ka asnjë faj. Dhe ka futur vetëm për mos të marrë votat e tuaja. A zotrin. Dhe ne nuk mund ta lejojmë këtë gjë. Veç asaj. Nuk ka asnjë faj robi botës të rrinë në kot në burg para burgim pa asnjë arsye. Sepse nuk ekzistojnë pesticide këtu në zonën tonë. Nuk ekzistojnë. Këto janë mediatike. Si mund ta zhdukim ne këtë?
rasti konkret do shifet. Por ne jo vetëm për bujqësin, po dhe për njerëzit, për fatin më të keq, lejojmë importin e ilaçeve që nuk shiten në Bashkimin Evropian. E ndryshuan ligjin këta. Ne kishim një ligj. Asnjë ilaç nuk shitej në Shqipëri që nuk shitej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Pse kishim këtë ligj ne? Këtë ligj e kishim sepse kërkohet analizë laboratorike me përgjegjësi të madhe. Enti Europian i vlerësimit të ilaçeve, i analizave, është enti më serios në Europë. Dhe kur ky ent i miraton ilaçet për të shitur në një vend apo dy vende të Bashkimit Evropian, atëherë Shqipëria mund ta blejë atë ilaç. I sigurt se qytetarët marrin një ilaç të efektshëm. Çfarë bëri ky? Sa erdhin pushtet në ndërmjetësimin e Vilmanushit, ndryshoi pikërisht këtë ligj. Tani, këtë ligj ne do e vendosim dhe për inputet bujqësore. Pse? Unë nuk po dyshoj në atë që thua, vërtet këtu mund të vinë vetëm inpute që shiten në vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Por inpute bujqësore, insekticid dhe pesticid prodhohen nga 10 vendet të tjera. Pra, në qoftë se ky pesticid, ky insekticid është i miratuar nga enti Europian i përdorimit të tyre në vendet europiane, do përdoret në Shqipëri. Ky është qëndrimi ynë. Por gjë ndodhi ama. Shi çfarë ndodhi? Themun ty. Ballkani i hapur filloi kur shoh unë eksporti kryesor i Shqipërisë në Serbi ishin inpute bujqësore që Shqipëria s'prodhon as 1 kilogram, që i kishin sjell depozituar këtu dhe tani i transferonin në vende tjera. Do të them që qoftë farmacia e BIMS, farmacia e njeriut, farmacia e kafshëve, duhet të jetë kontrolluar në mënyrë që të mos cenoj shtetin as kërkujt. Për rastin konkret, ai do shqyrtohet, e besoj atë që thua që është demokrat dhe këta bëjnë luftë klasash, nuk kam asnjë dyshim. Nuk dyshoj fare ato që këta bëjnë luftë klasash. Arsyeja për çfarë e them që kjo është e sigurt. E dini shumë mirë me që ndodhi me salmonelën të mishin e pulave që hyrin në... Po. Ashtu. Imagjino, dhe sot e kësaj dite nuk kemi asnjë të akuzuar për salmonelën që hyri. Kemi asnjë të akuzuar sot e kësaj dite. Asnjë të akuzuar. Sepse është socialist, është deputet. Ta shikove demokratët? A e morë vesh. Salmonella, edhe një minutë. Salmonella, nga salmonella u smur dhe Edi Rama. Pikërisht. Në spital, prit tani. Ju lutëm, jo është e vërtet. Prisni, shkoj në spital dhe tani i turpruar nga mjekët, u thot mjekëve, e kam nga breshka, se marrë 2 breshka në shtëpi për arsye tjera, shtetësore i marrë, okej. E kam nga breshka, e kish nga salmonellat e vulletit, vulletësins, po ajo dje se kush i tregtoj ato. Kush e ka atë, si që taj dyqanit e hipermarketa. Big market, po. Ato i shqitën, po vulletin e ka ashtuaj, e ka sponsorizues. Për moment nuk ka njëri të akuzuar. Asnjë s'ka të për këtë çështje. Po, sigurisht. Tash për disa mandarin
që ishin të cilësuara, të kontrolluara, dhe çdo gjë që nuk ka shans të hyjë këtu sot, është një njeri akuzuar dhe bën paraburgim pa faj, sepse ishte demokrat. Demokracia oj. Mirë shumë. Të fanoj shumë për në rjurjen. S'ka. Këtu dhe mirë shumë. Ju falemderit njërë për mundësin që mu dha që të flasë. Dhe ju urojmë mirëseardhjen. Kisha vetëm një diçka. E kam kërkuar me sy, e kam takuar atë djalin atje, Andi Mustafaj. Po? Pse e them këtë? E kam parë mbrem të kësyri të ve. Po. Dhe i them të gjithë bashkëfshatarëve të mi. Jemi vëllezër, jemi motra, sot jemi në këtë moshë, nesër do shkojmë atje lart, do përcjellim njëri tjetrin. Por një gjë duhet ta dinë fort mirë. Sepse të arrish në qeveri, duhet të jesh një familje e sakt njëherë, me dinjitet. Në rast problematika ka pa fund, si që thanë ata që folën para meje. Por, në rast se familja do ta mësoj fëmijën me një edukat shembullore. Unë jam gjyshe. Në qoftë se unë nipi do t'i them që ti, nena është e keqe, unë t'i them këte, a i do t'a hedhin kanal të nenën. Në rast se unë do t'a mësoj që e kemi gjanë nenën, dhe do punojmë për nenën, sepse dhe ajo na ka rritur, atëherë duhet të dalë me gjithë këto fjalë, e para është dinjiteti, është morali. Kam Unë jam e persekutuar nga prindrit. Tek të persekutorit kam ardhur këtu. Familje të nderuara. Ashtu gëzoj dhe t'jenë të gjitha familjet. Nuk ka socialist shembullor, ka demokrat shembullor. Kam parë të Qim Peka live. Zegjinet. Ajo ta gëzoj emrin, ajo le të jetë mirë. Por çfarë përçon ajo tek rinia jon? Çfarë përçon? I thërriste, hajde ti të ham qik, që e ngren të dheu atë. Qa do hante, more, qa do hante me gaz bardë. Po krahasoj veten më me Jozafinë Topallin. Po krahasoj veten me ato që ishin të ftuar atje, që ishte një vajzë e re, Andi Ullirja, po, ishte Erdit Harxhi, duket njeriu nga familja. Dhe në qoftë se familja është e saktë, qeveria do t'jetë e saktë dhe do ta menaxhoj mirë. Qysh do ta menaxhoj? Unë jam gjyshe. Dhe e di se ku më pikon pika, për shembull, ky fëmijë sot ka nevojë për këtë dhe do plotësoj këtë nevojë. Dhe qeveria ka nevojë bujqësia te bujqësia, ka nevojë te pleqëria, se pleqëria pruri këtë rini o Derman. Po kush e pruri këtë rini? Po pleqëria, more, pleqëria e pruri. Prandaj i vestote pleqëria që të mësoj rinia në çapat, jo do ta bëj qeverin të tërë të re. Ja e bere, më për qa kulture ka ajo, mëre. Zegjin, ajo tjetra. Uj, për piftë dhe ajo e Vlorës. Ja, dhe një sekund. Edhe i thoshte që, qa doni Johanën të zbresun? Johanën, respektin për baban, për nenën, për të gjithë, moj të ngrën dheu. Edhe një fjallë. Ndërsa Ballukja, paguante 10 milion për të larë makinën. E ka 10 milion edhe kujtja paguante ministrit të bërgjëm. Dhe kush e lante? E lante Enver Hoxha. E lante makinën e Ballukës. Bjeri Laçe të kontrolluara, moj, që ky pensionist të rrojnë dhe 5 ditë, se tërte mali do vem. Po të vem kur t'na vi, jo t'na smuru shti. Kaq, ju falenderoj. Ju falenderoj të gjithë.
Vetëm dy gjëra. Zonja shtroj dy gjëra themelore. Në programin ton vlerë kryesore dhe sublime është familja. Është digniteti, është vendi. Familja shqiptare njohu këto vite. Do të thosha dram të vërtet në dy aspekte. E para nga varfria, sot të paktën një në dy familje shqiptare nuk i kanë njerëz të tyre në sofër, po i kanë jashtë vendi. Dhe i kanë jashtë vendi sepse s'kishte mundësi të jetonin me ato që mirnin. Së dyti, Edi Rama futi në shkolla në tekste mësimet e shkatrimit familjes. Në Tiranë, në kopshte, filluan të thonë fëmijëve mos thoni nën dhe baba, por prindi një dhe prindi dy. Janë të vërteta. Në parlament, sollën ligjin, po e bllokuam, të krijimit të fermave për të lindur gratë fëmijë të askujt. Këta shkuan jashtë çdo lloj kufiri në shpërbërjen. Shikoni çfarë bën tani. Shikoni çfarë bën. Bën fushat vetëm me zonja dhe zonjushe që i merr me detyrim se janë punojse, janë nënpunëse. I merr. Dhe cila është biseda e tij? Se ju jeni më të mira se burrat i keni çyryk, se po t'ikni ju një muaj, i gjeni burrat me bisht, një fjalor ordineri, një fjalor i njeriu hokatar banal, i cili bën gjithçka për të hequr vëmendjen, faktin se ato nëna, motra, gra i kanë gjysmë në familjes të larguar jashtë vendit, për të hequr vëmendjen djetha, i shkau 75% e forcës punëtore në Shqipëri janë gra. Po pse për këtë ky që nga emancipim, ky është shfrytëzim, mor zotëri. Ky është shfrytëzim. 75%, po aty pse janë gra 75%? Se s'ka burra, kanë ik burrat. Ky është gjithë problemi, a më thonë. Edhe ky rraf gjoksin. Po kombi ka simetri. Dhe kur janë sa burra dhe gra, se nuk janë gratë në punë dhe burrat po bëjnë punë të shtëpisë. Jo, nuk është të vërtet. Burrat po bëjnë punë të botës në dhëna tjera. Edhe ky rrifte gjoksin. Ja thoshte, ne jemi vendi me 75% gra të forcës punës. Cila grua në botë do të donte një raport të tillë në vend e vet? Çfarë është kjo, më tha po jo. Por çdo nën, çdo grua, çdo motër ka një rast të artë me 11 maj për t'i dhënë ndërshkimin këtij armiku të familjes, këtij njeriu që s'ka vlera. E tha bukur, 10.000 euro për lavazh makine, ajo zonja, që vetëm njeris, çfarë mund t'i thuash? Dhe ku? Tek lavazhi i mamas së ministrit të brendshëm. Tek lavazhi, mamaja 70 sa vjeç, me sipërmarrje në emër, ajo është e djalit e ministrit, dhe ministrja, kryesëvendëskryeministja, çon makinë dhe e lanë. Këta janë hajdut ordiner që nuk ndalen, aq sa vjedhin 130 milion, aq duan të vjedhin edhe 10 milion, edhe 3 milion, edhe 1 milion. Po si mundet? Dhe të smurt në spitalin onkologjik pa ilaçe. Smurve u bie telefoni, këto 2 muaj nuk keni ilaçe. Smurve u bie telefoni,
Këte muaj nuk punojnë aparaturat, mos hajti. Rrini në mshirë të smundjes, edhe kuptojnë çfarë smundje. Se do laj kjo makinën me 10.000 euro. Se do pja i tjetëri verën me 33.000 euro. Se do vidhen 130 milion, 812.000 pensione baj 130 milion euro. Ndaj dhe 11 maj është dita në të cilën çdo qytetar do të bëj drejtësi për vetë me votën e tij. Ju falenderoj. Vetëm një ndërhyrje. Doktor, përshëndetje, me se na erdhë. Një problem madhor i kësaj zone këtu është sistemi i kanalizimeve të ujrave të zeza dhe ujrave të bardha, që është realisht një problem. Dhe sistemi i vaditjes për serat, fermerët vjen në sezoni i dytë dhe vojnë shumë te kjo pjesë. Duhet ndërhyrje urgjente. Tani, Faleminderit. e para, thash, projekti ynë është çdo fshat me infrastrukturë lagje në qytetit. Çka do të thotë? Kanalizime, të ujrave të bardha, të zeza, ujësjellsi dhe energjia elektrike, rrugët të njëjta me një lagje qyteti. Dhe u garantoj se kjo do realizohet. Aq sa duket. Po unë jap ju fjalën derit se kjo do bëhet. Po ne nuk ndërtojmë rrugë me çmimet 10 fishtat krahasuar me çmimet që ndërton Europa. Shqiptarët do vi dita ta marrin vesh se çfarë vjedhjesh të tmerrshme kanë bërë këta parave të tyre. Kurse për vaditjen, projekti ynë është çdo vit 70 milion euro investime për vaditjen, kullimin dhe mbrojtjen e tokës. Rezervuari Goriçanit do vihet në funksion, ju garantoj, me përparësi absolute. A e dini ju? Shkoni këta që vinë bëjnë fushat të kju, këta çfarë janë këta? Aty duhen vetëm 150.000 euro panele diellore që të punoj i gjithë sistemi dhe ju të vadisi, dhe për 150.000 euro lanë thatësirën këtu. 35 fshatrave në Vlorë shkojnë t'ja u marrin lumin, t'i shtojnë në shkretir. Nuk kanë këta asnjë sens për fshatin. Po unë ju siguroj se tek Partia Demokratike keni aleatin më të mirë dhe do ndryshohet me shpejtësi gjendja në fshatin shqiptar. Mbyllim apo? Ta mbyllim se ka. Jo, e ka dha, jepja pak ati zotëri. Po, hajde, urdhro. Pa tjetër. Përshëndetje, miserdhe doktor profesor Sali Berisha. Tani unë jam në zonën e Dimalit, në fshatin Banajt. Në kohën e Enver Hoxhës, se po i zë dhe emrin, ka qenë një kanal qush me emrin Berat Urekuqit, 17 km i gjatë. Në kohën e ishte me dhe. Në 2002 ky kanal është bërë me beton, edhe sot e kësaj dita i kanal nuk sjell një pik ujë. I riparot njerë 4-5 vjet me 300 milion euro. Ku u gjenë këto lekë që i riparot e ne zvadisim. Po rritër ditën e ditës, kemi shpor një çpim të vogël, thatë pusi ri atje, grumullon, ne s'pëm prap. Ne torturojmë i zoti profesor doktor Sali Berisha. Tani, ku gjenë to 300 milion euro në 12 prill të 2022-shit është riparuar ky kanal. Qa benin? Prishtin bakinën me varre edhe hidhin qikë që menë të re që të justifikosh puna. Beni ura, kot e ura. Tani, i vemi janë kojmi në bashki, Ky uj, e di me qa vjen, zoti profesor doktor, vjen nga Berati, zjet diga dhe hyn në kanal, pas një lloj energjie. Ere zjet diga dhe vjen, ujti është për natë për fshatat, nga Lapardhaja, nga Morava, në Urvajgurore, në Çiflik, në Arrës, në Banajt, në Shejt, në Gajt, në Syzes. Që sa fshatra vadisin, me atë kanal, është kanal i vdekur. Ti vetë ankohesh, ata të bëjnë presion.
janë zen, janë berë këshu, u musën këshu, po do gjithë të fond. Po mire kanalet janë, pse s'ben kanalet? Kur kanalet shme beton? Pra nëj, zoti profesor doktor Sali Berisha, unë kam besimin që të kanal në 12 maj, ti do të shikosh atë Berateksin, në i pisha të ujtin dhe në Urkuqit. Absolutisht po. Suksese, doktor. Ja fjalën po. Faleminderit po. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Edhe ju. Ta mbyllim, doktor? Ta mbyllim? Po. Ta mbyllim. Faleminderit shumë për prezencën tuaj sot. E di që kërkesat janë, por jemi në fushat dhe kemi të tjera. Falenderojmë doktor Berishën për prezencën e tij, edhe zonjën Maseti. Mando, sfokusoj, Mando.